Haga në një përkufizim të përgjithshëm, çfarë ndjesie të shkakton ty? Po, kjo që po ndodh tani. Unë nuk jam fan se ashtu. Dhe me aq vite burg sa unë nuk jam fan se ashtu. Po kërkojnë të unë nuk jam fan se ashtu. Gjithmonë e kam konsideruar rival politik, e kam konsideruar pjesë të taborit tjetër, si gjatë luftës, si pas luftës. Por ajo që po ndodh është turp. Kjo nuk ka të bëjë më me preferencat tona politike, nuk ka të bëjë më me çka ka ndodhur. Kjo është një përpjekje e shpifur me rishkruaj historinë e Kosovës. Dhe për mendimin tim, mash më thashë se ata tjerë janë burgosur politik dhe pikë. Janë burgosur politik shekullit 21. Edhe çfarëdo që ndodh, ata dhe mund të dënohen, sepse ne nuk e kemi atë shtatën në dorë, por ata nuk do jenë fajtor, ata thjesht janë burgosur politik. Si kur të burgosit politik në kohë Jugosllavisë në burgjet tona, ose burgosit politik që kanë qenë këtu, ose burgosit politik në Bashkimin Sovjetik, ose sot në Iran apo në Kore. Këta janë burgosit politik shekullit 21 në Evropë, me akuzat sajuara, me dosjet që i kanë marrë nga Serbia, për Serbinë secili prej nesh është terrorist. Secili prej neve që kemi jetu vitet 90, jemi terrorist, secili. A ke marrë pjesë luftës, s'ke marrë pjesë luftës, a ke marrë, si ka interesu. Kjo është arsye pse 99 ata janë futur neve. Do të thonë, vetëm Miloševići është frigu prej tribunalit Hagës asë kohë, se do na kishte vrarë gjithëve, sigur në Srebrenicë i kanë kapë dhe i kanë vrarë gjithë. Po tash kur futeshin në Kosovë, bënin disa masakra sa për me i trishtu njerëzit, mi të merru njerëzit. Edhe pastaj sulmonin fshatrat, lagjet, në 3 anë dhe linin një anë që njerëzit iknin, sepse qëllimi ka qenë zbrazës Kosovë. Po sigur mos kishte qenë friga që bota do e kapte do vënte, ai do na vriste të gjithëve, do e mbyllte kufinin, edhe do na vriste të gjithëve. Ajo gjë ka qenë e qartë. Pra ata në secili prej nesh ka qenë terrorist, sepse tash kjo është kur i dëgjon atë prokurorinë të përdor fjalët që janë copy-paste për dosjeve serbe, do në diçka mrena, kështu trotullohet.